Sot do përgatisim bërxollën, bërxolla për gjithë ata që kërkojnë bërxollë të hollë, duhet ta marrin vesh njëherë mirë që bërxolla duhet pret trash. Ta bëjmë të në oxhak. Bërxolla është i mish i viçit nga zona e Pogradecit, janë viça të vegjël, pa kemi prer trash kastile, që pjesa e mesit të ngelet e butë. Super i butë, s'mund kameritën oxhaku. Pa mishi është mishi mirë, qa oxhaku. Super mish.